Jemi tani më gjerësisht Besa, dokumenti strategjik i njoftuar një ditë më parë nga kryeministri Edi Rama si shenjë reflektimi nga ashtu quajtura protesta e flamingove do të ketë si test të parë pikërisht projektin e Zvërnecit. Brenda 90 ditur synohet të zhvillohen dëgjesa përfshirë grupet që protestuan si të bëhen publike dokumenta apo të realizohet një vlerësim paraprak për të marrë më pas një vendim për të ardhmen e projektit. Dokumenti i qeverisë, të cilin Report TV e disponon, i lë të hapura të gjitha opsionet. E ashtu quajtura protesta e flamingove u nxit nga ngjarjet e dhunshme të rojeve private në territorin e rrethuar të sipërfaqes ku është parashikuar ndërtimi i kompleksit turistik i lidhur me Jared Kushnerin, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump. Tashmë ky projekt do të jetë i pari mbi të cilin qeveria do të testojë dokumentin Besa, i lindur si shenjë reflektimi ndaj protestave. Një metodë strategjike provohet aty ku vendimmarrja është më e ndërlikuar dhe besimi më i cënuar. Për këtë arsye Vjos Narta zgjidhet si testi i parë i metodës Besa. Qëllimi nuk është të rihapet politikisht e shkuara, po të provohet nëse një proces i plot dëgjimi, evidence, shpjegimi dhe matjeje mund të prodhojë një vendim më të besueshëm. Sipas dokumentit që nuk është bërë ende publik, por që Report TV e disponon, testi nuk nis me asnjë paragjykim, as nëse projekti duhet të vazhdojë dhe as nëse duhet të ndalur. Çdo mundësi duket se lihet e hapur. Alternativat janë vazhdimi me garanci, korrigjimi, kushtëzimi, rikonceptimi ose ndalimi sipas asaj që lejojnë ligji, kontratat dhe provat. Asnjë hap i metodës Besa nuk pezullon kompetencat ligjore, procedurat administrative, detyrimet kontraktore ose kontrollin gjyqësor. Gjithçka parashikohet të realizohet brenda 3 muajsh. Brenda këtij afati përfundojnë dëgjesa, hapja e dokumentacionit të publikueshëm, vlerësimi paraprak dhe vendimi i arsyetuar për hapat pasues. Detyrimet që kërkojnë më shumë kohë regjistrohen me afate publike, institucione përgjegjëse dhe raportim të vazhdueshëm në Flamingo Mirror. Por cilat janë hapat që do të ndiqen? Sipas dokumentit do të ketë dëgjesa me aktorë të ndryshëm, përfshirë edhe grupet që protestuan. Ashtu parashikohet një vlerësim i pavarur i ndikimit mjedisor si dhe publikimi kontratave, vendimarrjeve dhe dokumentave për aq sa lejon ligji. Ndërkohë nuk do të ndërmerret asnjë vendim që mund të jetë i pakthyeshëm. Dokumenti thekson se çdo zotim publik i dhënë për këtë dosje regjistrohet me afat dhe status i dukshëm për këdo. Fjala e dhënë për Nart Vjosën bëhet e kontrollueshme. Në përfundim do të ketë një analizë të qasjes së paraqershorit kur nisën protestat për të nxjerrë mësime, gjë e cila sipas dokumentit nuk pengon përgjegjësinë administrative, kontraktore ose ligjore aty ku ajo provohet. Çdo element i këtij procesi do të jetë i publikuar në ndërfaqen që do të quhet Flamingo Mirror, pasqyra e flamingove, e cila në të ardhmen do të përdoret për të gjitha dosjet me interes të lartë publik. Dokumenti Besa i përkufizuar si një akt strategjik. Qeveria thotë se e lindi nga bindja se një kthesë e vendosur është e domosdoshme në këtë mandat të 4 të saj. Në 43 faqet e tij përcaktohen dhe 7 mekanizmat përmes të cilave Besa do të vihet në zbatim, si një kulturë e re qeverisjeje që në thelb ka të bëjë me një ndryshim të mënyrës se si merren, shpjegohen, zbatohen dhe korrigjohen vendimet. Mbledhja e një dite më parë e kryeministrit Edi Rama me grupin parlamentar gjithashtu dhe me ministrat është shoqëruar me përplasje verbale mes tij dhe deputetit Erion Braçe. Pa specifikuar se për çfarë bëhet fjalë, Braçe thotë se gjatë diskutimeve me dyrë të mbyllura shpreu shqetësimin e socialistëve dhe më pas braktisi mbledhjen. Jo vetëm reflektim mbi protestën, por mbledhje e zgjeruar e socialistëve në cilën u prezantua dokumenti Besa është shoqëruar edhe me tensione që për pak minuta ka çuar në përplasje verbale. Gjatë diskutimeve me dyer të mbyllura, kryeministri Edi Rama ka patur kritika ndaj të tyve, veçanërisht ndaj disa ministrave mbi përballimin e protestave, por edhe adresimin e shqetësimeve të qytetarëve, që siç ai përmendi në fjalën e hapur, janë zvarritur me vite. Kritikave të tij nuk i kanë shpëtuar as deputetët, moment që prodhoi replikën e socialistit Erion Braçe dhe një përplasje të ashpër me ligjvendësin, i cili më pas la edhe mbledhjen. Vet Braçe 24 orë më vonë theu heshtjen e pa përmendur specifikisht rezervat e artikuluara prej tij në mbledhje, thotë se pasi shprehu shqetësimet që kanë prekosh socialistët, la takimin sepse nuk kishte më se çfarë të dëgjonte. Mua nuk më kanë nxjerrë kërkush dje për jashtë nga mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. S'ka se si, nuk ka. Unë jam ulur
pasi nuk kam pasur më çfarë të them. Dhe pasi kam thënë aty, dhe jo vetëm në këtë mbledhje, po edhe në mbledhjen pararense, shumë gjatë, e shumë më me argumenta se sa në këtë mbledhje, gjithçka që thonë socialistët prej një viti, dhe unë i dëgjoj prej një viti këtu në Tiranë. Kam dalë jashtë, pasi mbledhja ka qenë e ndërprerë, dhe natyrisht kam dalë jashtë, vetë, pasi s'kisha më çfarë të dëgjoja. Ndërsa në replik të vërejtjes së kryeministrit Rama se lufta mes njëri tjetrit po ul aksionet brenda Partisë Socialiste, deputeti thot se Rama duhet të bëjë shembuj ata që kanë nxjerrë debatin e brendshëm në mbledhje për hir të asaj që e konsideron vrasje politike për linçim. Sali Berisha nuk e komentoi në mënyrë të drejtë për drejtë dokumentin Besa të njoftuar nga kryeministri Edi Rama, por tha se kreu i qeverisë injoroi thirrjen e tyre kryesore të protestës për t'u dorëhequr. Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët, kryedemokrati shmangu komentuesit që i kërkonin të largohej nga drejtimi i opozitës. Një dyftyrsh, një cinik. Nga Partia Demokratike, Sali Berisha reagoi ndër të fundit mbi reflektimet ndaj protestës që kryesocialisti Edi Rama i mishëroi në dokumentin Besa të premten gjatë mbledhjes së grupit parlamentar dhe kabinetit qeveritar. Por për Berishën Rama nuk pati asnjë reflektim, sepse nëse kjo do të kishte ndodhur, ai do të kishte pranuar kërkesën kryesore të protestës, dorëheqjen e tij. Injoroi de facto totalisht kërkesat të protestuesve që po bëhen prej 2 muajsh. E para është Edi Rama jep dorëheqjen, të parevokueshme, të panegociueshme. Madje mungesa e reflektimit real për Sali Berishën u pa edhe në protestën e së njëjtës, kur sipas tij Rama urdhëroi dhunimin e demonstruesve para kuvendit. Ai përdori dhunën me tegër, lëndet helmuese, djegëse, kimike, një lloj si ato që përdoren në llogoret e luftës kundër armiqve, i përdorin ndaj protestuesve paqësor. Por dallgët e kësaj lëvizje, jo vetëm që nuk po shuhen, por po bëhen gjithnjë e më tronditse për Edi Ramën dhe regjimin e tij. Prerje në Bezë, sa duket për Berishën, është edhe lëvizja e socialistëve për të vijuar të vetëm reformën territoriale e për të ndërprer konsensusin në tryezën e komisionit të posaçëm. Vendosi të mbyll punimet e komisionit, të tërhiqet. Kryedemokrati në komunikimin online me qytetarët ju përgjigj një sër pyetjesh mbi aksionin e PD, por njëjtësi qytetarëve që kumbojnë nga sheshi emrin e tij për largimin nga drejtimi i opozitës, edhe në rrjetet sociale injoroi këto komente që i kërkonin të jepte dorëheqjen. Në gjykatën e Tiranës, nesër mbahet masa e sigurisë për Artemisa Islamajn dhe Orion Peçin, të dy të arrestuar lidhur me dhunën në protestën e së njëjtës përpara parlamentit. Për të dy, blut kanë administruar prova që i përfshin jo vetëm në akte dhune, por dhe furnizim me mjete piroteknike për hedhjen e tyre drejt efektiveve të policisë. Më konkretisht, Artemisa Islamaj sipas burimeve sillte kapsollat për protestuesit e tjerë, ndërsa Orion Peçi është autori dyshuar i dëmtimit të efektivit të shqiponjave me kapsollë, të cilë fillimisht e futi në shishe plastike dhe hodhi drejt policisë sipas raportimeve. Përveç tyre nëpër komisariatet e Tiranës u shoqëruan për të marrë në pyetje edhe 30 protestues të tjerë, një pjesë të cilëve do të hetohen në gjendje të lirë. Mes tyre ishin Dritan Goxhaj, i ndaluar me herët në një prej 2 protestave para kuvendit, dhe Edison Lika, ndër më aktivët në protestën e ashtu quajtur revolucioni Flamingo, por u lanë të lirë brenda pak orësh. Sot në Roskovec ju dha lam të mira çiftit Plaku që u vran nga ish dhëndri, i cili refuzonte të pranonte ndarjen nga vajza e tyre. Ndërsa ceremonia mortore për autorin Refit Buzi, që i dha fund jetës, do të zhvillohet ditën e nesërme për të shmangur kështu përplasjen mes 2 familjeve që jetojnë në të njëjtën zonë.
Miq familjare të afërm kanë përcjell paraditën e sotme për në banesën e fundit çiftin e bashkëshortëve Kosta dhe Belere Plaka, viktima të tragjedisë së ndodhur ditën e djeshme në Vidhisht të Roskovecit, ku u vran me armë gjahu nga ish dhëndri i tyre, Refit Nertil Buzi. Ata janë përcjell për në banesën e fundit mes lodhve dhe dhimbjes së thellë. Kosta Plaku, 58 vjeç, humbi jetën me njëherë, ndërsa e shoqja Belere Plaku, 51 vjeçe, mori plak të rënda dhe ju nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale, por nuk mundi të mbijetojë. Autori i krimit të rëndë është ish dhëndri i tyre, Refit Buzi, i cili dha fund jetës me pushkën që vrau i zhvjerin pas krushqisë së prishur. 35 vjeçari, i cili nuk pranonte do të ndarje nga Rosalinda, vajza 24 vjeçare e çiftit, shkoi armatosur në banesën e tyre dhe i qelloi me breshëri plumbash. Më pas mori me forcë ish partnerin dhe u largua në drejtim të ish fushës aviacionit në Kurjan. Policia dhe forcat të Renea e rrethuan dhe ai e liroi të fejuarën, ndërsa vetë qëndroi ngujuar për disa orë në makinë. Nuk ju bind urdhrit të policisë për t'u dorëzuar dhe e vrau veten në kushte të depresionit të thellë. Ndërkohë që ceremonia mortore për autorin do të mbahet të dielën rreth orës 10 për të shmangur përplasje dhe konflikte, pasi janë banor të së njëjtës zonë dhe ceremonitë mortore kryen në të njëjtat varreza. Një histori dashurie nisur vite më parë mes dy të rinjve përfundoi në një prej ngjarjeve më të rënda, duke lënë pas 3 të vdekur. Sa i përket shkaqeve, familjet janë të ndara. Të afërmit e Rosalindës thanë se vajza kishte dhënë fund lidhjes pasi Refiti, i cili në fshat njihej me emrin Nertil, ishte i dhunshëm. Madje pas ndarjes e përndiqte dhe kërcënonte me jes studenten e infermierisë. Ndërsa prindrit e 31 vjeçarit thanë se kur ishin të fejuar, Nertili dërgonte shuma të mëdha parash Rosalindës nga Anglia, ndërsa pas ndarjes ai kishte këmbgulur t'i kthente parat ose të ribashkoheshin. Një ditë pas dhunës ndaj një qytetari në shkallnur nga Denis Tafili, i kërkuar nga SPAK, asnjë gjurmë e tij nuk është gjetur. Policia, të cilit dëshohet se idolizot, mohon njohjen me antarin e grupit të Elvis Doçi, ndërsa i dhunuari pretendon se i ka parë disa herë së bashku. AMP i merr armën inspektorit Leonard Xhamollari dhe nis hetimet për këtë çështje. Efektivi i policisë Leonard Xhamollari, i cili dyshohet se të premten u bë pjesë e konfliktit në Shkallnur të Durrësit, mohon të ketë lidhje me Denis Tafilin, i shumë kërkuar nga SPAK si pjesë e grupit të Elvis Doçit, i njohur si Visi i Pojës. Policia është ndihmës specialist në sallën e komandimit të policisë së Durrësit, ndërsa pas ngjarjes, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore i sekuestroi armën e shërbimit. Ndryshe ka pretenduar në dëshminë e tij përpara hetuesve Edison Gjuzi, personi i dhunuar me qytën e pistoletës nga Tafili. Ai ka dëshmuar se e ka parë efektivin Xhamollari disa herë në shoqërinë e Tafilit dhe personit të tretë që e dhunuan. Dy dëshmit janë të kundërta me njëra tjetrën, ndaj AMP po verifikon në detaje ngjarjen, përfshirë edhe pamjet e kamerave të sigurisë për të parë në çfarë kushtesh paraqitet polici. Nëse vërtetohet se ai ka ndihmuar Tafilin dhe personin tjetër për të dhunuar Edison Gjuzin, siç paraprakisht dyshohet, pozita e tij përpara ligjit rëndohet ndjeshëm një efektiv policie në shoqërinë e një të shumë kërkuari nga SPAK. Konflikti nisi rreth orës 15, kur dyshohet se Gjuzi u qellua nga Denis Tafili dhe një tjetër 27 vjeçar, të dy nga Shkallnuri. Menjëherë më pas u larguan me një makinë, pavarësisht postbllokeve të ngritura nga policia, dyshja nuk është arritur të kapet. Në maj të këtij viti SPAK mbylli hetimet për grupin e Elvis Doçit, pjesë e të cilit është vetë Tafili, i shpallur në kërkim në mas siguria arrest në Burg. Grupi u godit një vit më parë fal operacione të përbashkët me autoritetet italiane URA. Ndaj 24 antarëve të grupit rëndojnë akuzat për trafik ndërkombëtar kokaine, grupi strukturuar kriminal dhe pastrim parash. Gjatë ekzekutimit të operacionit u sekuestruan edhe një numër i konsiderueshëm pasurish. Prej një qershorit deri më 25 korrik, 28 persona humbën jetën në aksidente rrugore. Shifrat që Report TV disponon flasin për 240 raste, që kanë sjellë shumë të dëmtuar. Pjesa më e madhe ndodhen nga shpejtësia. Aksidente rrugore kanë rritje edhe në krahasim me pjesën e parë të vitit në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Aksi Unazës lindore të Tiranës, i cili të çon në drejtim të rrethrrotullimit të Tegut për të lidhur me autostradën Tiranë-Elbasan, jo pak herë bëhet sheshje aksidenteve. Rruga e drejtë vetëm 1 kilometër që të nxjerr nga Farka,
shoqëruar me një tatapjet të lehtë, shpesh bëhet nxitje për të tejkaluar shpejtësinë. Aksidentin e rënd me pasojë vdekjen e 2 egjiptianëve të mërkurën. Mjeti i betonit pompi, të cilit përplasi një makinë tjetër në rreth dhe më pas përfundoi poshtë në autostradë, do e zbardhë ekspertiza, por gjithsesi pamjet e shfaqin të jetë me shpejtësi. Me të njëjtën skem në mars 2023, një i ri që lëvizte me shpejtësi skëter në këtë aks, përfundoi poshtë rrethit në autostradë duke humbur jetën bashkë me 2 vajza pasagjere. Por aksidenti i rënd në Teg nuk është i vetmi i javëve të fundit me pasoja tragjike. Më 14 korrik në aksin Cerrik-Mollas, pranë fshatit Selvias, përplasja një benzi me një smart shkaktoi 2 viktima dhe 1 të plagosur. 2 ditë më vonë në Elbasan Librazh, makina e një 19 vjeçari doli nga rruga, duke sjellë vdekjen e menjëhershme të tij. Më 18 korrik në Zvërnecu aksidentua për vdekje gazetari Erik Mehmeti, teksa lëvizte me një motor me 4 rrota. Më herët, më 30 qershor, autobusi i linjës Berat-Tiranë u përplas në autostradën Durrës-Tiranë në Yshek, si pasojë të cilit humbën jetën shoferi dhe u dëmtuan 12 pasagerë. Sa i përket statistikave, burimet zyrtare pranë policisë i thanë Report TV se në periudhën 1 qershor deri më 25 korrik në ngjarje rrugore humbën jetën në total 28 persona, 11 prej të cilëve vetëm gjatë ditëve të korrikut. Në total gjatë kësaj periudhe raportohet të kenë ndodhur rreth 240 aksidente, me një numër të konsiderueshëm të personave të plagosur. Të dhënat e policisë të përpunuara nga Instat për periudhën e 5 muajve të parë të vitit flasin për 547 aksidente në total, të cilat humbën jetën ose u dëmtuan 766 persona. Në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, këtë vit u regjistruan 18 ngjarje më shumë, ose thënë ndryshe 529 aksidente në 2025. Por raporti ndryshon tek të dëmtuarit, vdekur dhe të plagosur, pasi në 5 muajt e parë të vitit të kaluar kanë qenë 783 në krahasim me 766 në janar-maj 2026. Rritja e aksidenteve rrugore në vitet e fundit u faturohet disa faktorëve, ndër më kryesorët mbetet shtimi i numrit të turistëve në vend, sidomos në muajt e pikut të verës dhe shtimit të automjeteve. Sipas të dhënave, në fund të vitit 2025, numri i mjeteve rrugore të regjistruara me status aktiv ose të çregjistruara përkohësisht arriti për herë të parë në më shumë se 1 milion, duke shënuar një rritje prej 9.3% krahasuar me vitin 2024. Ndërkohë, masat e marra nga policia duket se nuk e kanë dhënë efektin e duhur për uljen e aksidenteve aq sa duhet, përmes gjobave për drejtimin e parregullt të mjeteve. Nëse në vitin 2021 ishin pak më shumë se 500.000 të vendosura për shpejtësi, alkool, manovra të rrezikshme, të droguar apo parkim të gabuar, në vitin 2025 u regjistruan më shumë se 1 milion gjoba. Brenda një nate këtë të shtunë u regjistruan 206 raste me shpejtësi deri në 212 km/h të kapur përmes kamerave inteligjente. Aksidentet me pasoja kanë detyruar disa herë në vitet e fundit kuvendin për të kërkuar rendim të pozitave në kodin rrugor. Në ditët e para të gushtit hyn në fuqi ndryshimet e miratuara më 19 qershor në parlament, ku më kryesori është ndëshkimi të dehurve në timon, i cili nëse përsëritet për herë të dytë i heq përgjithmonë mundësinë për të drejtuar një mjet. Zona e Dumres njihet për prodhimin cilësor të duhanit, i cili eksportohet në vendet e Bashkimit Evropian, por fermerët ankohen për mungesën e ujit, sidomos këtë vit kur thatësira është edhe më e madhe. Ata kërkojnë nga Bashkia dhe Bordi i Kullimit që të investojnë për kanalet vaditëse. Mungesa ujit për vaditje është shqetësimi kryesor për fermerët që kultivojnë duhan në zonën e Dumres. Sa është një zonë pa ujë. Ata të ky mbet diçka në fund vitit. Vetëm ujë për vaditje, se po ujë të pishëm kemi. Presëm shiu, ku të bi shiu? Bota ina, so tjetër s'ka. Do kushte do honi, do ujë, do sen. Ujë s'ka. Si e bënë? Dhe më vonë pompën gjallë. Kërendi është këshpia, është 200 metra largë. Pavarësisht këtij problemi, kultivimi i duhanit vijon të mbetet aktiviteti kryesor, pasi tregu i shitjes është i sigurt. Çmimi i duhanit ka variuar nga 5.700 deri 6.000 lekë kilja. Këto janë çmimi tani të duhanit. Shohim pastaj në fund të vitit se si do vjen ky që po kemi. Është i kënaqur ky çmimi pra i përmbyshni të gjitha nevojat tuaja? Po, ne falenderoj për mbushjen. Do një ndihmë nga shteti, subvencione? Jo, asnjë ndihmë nuk kemi. Çdo gjë me përballëmin tonë. Nuk ose kemi në ndihmë nga shteti. Shumë familje merren me të prej vitesh, ndërsa të tjerë
janë kthyer nga emigracioni për të investuar në vendlindje. Mezi ja dalin deri në fund vitit. Llogaritë e marrim lekë në fund vitit dhe llogarisim lekë deri në fund vitit tjetër. Është për të rritur është e vështirë. S'ka të rritë. Shofun në mizan të ri. Ai tokë sa kam unë shtjet. Ai thotë do të kesh 3 hektar. Ku kam 3 hektar? Unë ta mund të lëm tokë kam me prindrit sigur. 1 kilogram duhan aktualisht shitet me 600 lekë, ndërsa pjesa më e madhe e prodhimit eksportohet në tregjet europiane. Çdo vit në zonën e Dumres, pjesë e Bashkisë së Belçit, prodhohen rreth 50 ton duhan, pjesa më madhe të cilit eksportohet jashtë. Artizania Bruna Zguro ka rihapur atelien e saj në Korç, ku realizon veshje dhe punime të realizuara me dorë. Krahas krijimtarisë, ajo vijon angazhimin për edukimin e brezit të ri në një kohë kur interesi për këtë mjeshtëri ka rënë ndjeshëm. Në raft të gjen veshje artizanale, çanta dhe aksesor të punuara me dorë, ndërsa ngjyrat e fijeve, copat e qëndisura krijojnë një atmosferë unike. Në këtë hapësirë të vogël pranë banesës, Artizania Bruna Zguro ka rihapur atelien e saj në Korç pas 40 vitesh. Kam rreth 40 vite që unë punoj punim me dorë. Dhe këtë kam trashëgimi nga gjyshe dhe nga mamaja ime. Të gjitha këtu që shikonin janë të gjitha të punuara me dorë. Veshje të ndryshme sipas stileve, tezja, punim me dorë, nga të ndryshme. Veprimtaria e Brunës ka nisur me qëndistari dhe punime tradicionale për shtëpinë, ndërsa vitet e fundit është orientuar drejt veshjeve dhe aksesorëve, duke ju përshtatur kërkesave të tregut. Tani më kam kthyer në veshje, në jetesë, pasi për shtëpinë mbaruam perdet, centro, tavolinat, pasi shtëpia i merr një herë këto dhe janë të kostueshme dhe nuk mund të kesh gjatë gjithë kohës. Një pjesë e produkteve realizohen tërësisht me dorë, ndërsa disa të tjera përshtaten dhe transformohen përmes ndërhyrjeve artistike, duke marrë një identitet të ri. Bruna Zguro është prej vitesh angazhuar në ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Ajo drejton shoqatën Arti në duart e gruas. Duke parë interesimin dhe duke parë këto gra që punojnë kaq bukur dhe nuk gjenin dot një treg dhe një mundësi për të shitur prodhimet e tyre, ne formuam një shoqatë dhe quajtëm Arti në duart e gruas. Kam edhe burra në shoqatë, kam edhe këpucare, të shkojmë panajire kombëtare dhe ndërkombëtare, ku ne shpalosim traditën tonë. Zguro punon edhe me fëmijë dhe të rinj, duke u mësuar teknikat e punimeve të dorës. Sipas saj, interesi është më i lartë te fëmijët deri në moshën 11-12 vjeç. Interesi është deri në klasën e 6, pastaj nuk kanë më interes. Bota inteligjencë artificiale dhe telefonat na bënë që ne të largohemi nga punimet e dorës. Pavarësisht sfidave, Bruna Zguro vijon të promovojë artizanatin si një pasuri të trashëgimisë kulturore shqiptare, me synimin që kjo mjeshtëri të vazhdojë të trashëgohet edhe nga brezat e rinj. Muzeu Etnografik e Elbasanit ka çelur ekspozitën tematike Elbasani në shekullin e 20 përmes fotografive të vjetra rikthehen në kujtesë ndërtesa dhe elemente të trashëgimisë që sot nuk ekzistojnë më. Ekspozita e gjendet në borrin e Muzeut Etnografik, një nga godinat më përfaqësuese të trashëgimisë kulturore të Elbasanit. Përpos koleksionit të fotove, vizitorët mund të gjejnë veshje tradicionale dhe objekte muzeale. Disa prej tyre ekspozohen për herë të parë. Ekspozita do të qëndrojë hapur disa ditë dhe synon të rikthejë në vëmendje traditat, zakonet dhe identitetin e Elbasanit, duke i afruar ato edhe me brezat e rinj. Jemi rritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe ju ftoj të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Reporterëve. Bashkë me